nuk është edhe shumë që ka përmirësime. Ka përmirësime siç tha edhe zoti Kështimi, restorane, bukuri, në rregull, po janë sene tjera, infrastruktura që më para. Ku e qëtë një person, nëse ka një person familjar invalid me karroce, ku delti në për trotuaret Prishtinës? Po vetëm, Eneda, një moment, se nuk po jeni pak të sinqert me këtë që ju pyeta disaja. Pra, kur mërgjimtarët, dëgjom, kur neve na drejtojnë, ju po kënaqeni këtu. Kur ne i pyesim pse mendoni kështu, përgjigja 80%, 90% që e marrim është që qyre këtë kafet plot janë. Që kapen të pjesa restorante. Kështu që ju po thoni që jo kafe restorante, por përgjigjen po e ndërlidhni me kafet, me faktin që njerëzit dalin, bajnë qef, kafet janë të mbushura. Po, bojnë qef, dëgjoj, unë mendoj se tash rinia ka jetën pak është ma lirë, që pithuni tash diktatri, pithuni jeta ma qenë. E tash të po mendoj që rini janë Kosovë bojnë jetën ma qenë. Tash të dhune ju nëne 4 fëmijëve, vajza jem është 22 qare, do me thonë, kur ta krynë orarin e punës ose shkollës, vajza ime nuk nanet me një restoran më pi, veç hajt kita pi një kafe. Nuk ndanet, vjen të shtëpia edhe në rregull jemi. Po, se në Kosovë edhe në Kosovë unë mendoj që është pak ma liri, si në oraret punës, ose ndoshta, nuk po me thonë ndoshta nuk respektohet orari punës. Të disa respektohet, të disa ndoshta nuk respektohet edhe aq mirë. E unë mendoj që këtu është pak një liri më e madhe në Kosovë. E që unë mendoj ta, jo arsyeja e kësaj, tash vjekeq me thonë, po ka herë tash një kafe jona një euro nuk krahasohet me 5 euro të atje. Ka shumë për shembull në shkolla që janë këtu të nënzonca ose njerëz që punojnë e kryjnë punën dhe shkojnë direkt në shtëpi, kurse hinë çato pare. Tash nuk mundna me bëhet krahasim se çdo person që punon shkon e peni kafe dhe tele, ajo është arsyeja në pjesën më të madhe të kohës që nuk dalin. Domethënë që ajo është pse neve mendojnë që na po kënaqem, se kena shumë restorante, kena shumë natyra, po të njëjtat sene i kanë edhe në Zvicër, në Gjermani, në vende të tjera të Evropës. Po nuk i frekuentojnë sa na. Këta vinë në Kosovë, okay, nice, shumë mirë, kënaqen na për restorante, e kanë pushimin si na që shkojnë në Zvicër diku tjetër, kena mikshyrë restorantet më luksoze, restorantet më të mira dhe më shku, që domethënë është një krahasim me njëjtë. Kur është shefi, kur është pushimi, maksimum shfrytëzaje. Një dilemë që e kom si djera, dhja keni vrejt edhe ju, zoje ju, Musafir Pierre, shumë nervës këta rinia diasporës, të më rëllëshëm dyqysh si vjetë në tipse, a jeni dyqysh si më rëllëshëm si s'po janë disponem, dyqysh dyqysh, apo i detyrojnë të marrë në zërë në Kosovë, Zoje si ka rënë sy diçka tjetër, i kanë rënë frizurat në sy. Po, dhe me thonë, ma herët kem të e diskutuit që thamë flak dyqysh pikan me kode. Si bjashe një stit flakve, pedina është i Zvicër, a diaspora ta është puna mirë, çfarë analize po ju bojnë këto. Jo, nervos, dyqysh pipojnë që janë nervos, a dhe nuk janë si Menoj që dojnë mu do pa qërë matronë. Për përgjigjen e saktë, s'poku. Dy gjona. Ideja është që të kjo kafja të knacia, vërtet, unë jam vetë protagonist vinë Kosovë dhe kënaqem, sepse e ndi knacin shpirtërore, sepse është vend dhe në lindë. Mi po ne duhet të themi një që nuk është të mentaliteti, sidomos mentaliteti ballkanik, sepse na kënaqemi me një kafe, na kënaqemi për momentin, sepse nuk mendojmë më lart. Po çata po të njëjtit janë edhe jashtë mërgjimtar, po kur vinë të na i pinë 10 kafe në ditë atje pinë një. Nuk mendojmë mëngjesi, çka do na pret mëngjesin, çka do na pret. Jo, po nëse ki çat mendim jashtë e ki edhe kur vjen në Kosovë. Se ndonjëherë po krijohet përshtypja që në Kosovë njerëzit nuk punojnë. Njerëzit në Kosovë, edhe njerëzit në Kosovë ka 2 punë, dhe ka 3 punë. Të jemi sinqert që nuk bëjmë plana fat gjata. Ky ekziston. Jetojnë sot për sot. Jetojnë mentaliteti ballkanik, sidomos është tek ne shqiptarët, jashtëzakonisht ngritje, ne jetojmë për sot. Për nesën fare nuk e lodhëm kokën. Po, atë nëse jetojnë atë sot për sot, që ata shqiptarë që jetojnë këtu se na. Mirë, po mentaliteti... Edhe ata sot për sot jetojnë, ta nëse po dalime. Mentaliteti për një zhvillim më të madh ne duhet mendojmë edhe për nesër. Se kuptoj, për na po qëndrojnë atë temat që na të thonë që kënaqem na më shumë, nëse na veç menojnë atë sot për sot. Jeni po të njëjtit si na, jeni Unë po mendoj që ne nuk duhet të zotni, na nuk duhet të një pikë rekomenduar
mendon që rinia e Kosovës dhe Të thamë diasporës edhe këta dhe për njëllë. Ne nuk duhet të kënaqemi që vetëm të shiojnë. Ati komenoj Amerikë janë njëjtë në kuptimin e vendisimit për pavarësim nga familja. Deri bon rinia diasporës i ka martu familja në Kosovë. Me direktivat familjes. Edhe këta në Kosovë janë martu me direktivat familjes në shku i kanë jetu. Ja tashmë në që ka fillu pak pavarësimi i rinis nga familja, edhe pikërisht se tashmë rrëgshëm, po dyshoj që rinia diasporës nuk janë më ashtë nëzejtë për marë Kosovë, po vinë halo për shkak në ashtë një do familjarve e presionit familjes, po shije që ata më nënkadojnë i boj jetën e vetë të pavarun, edhe ndoshta me shëti diku tjetër në përbote, jo marrë çdo vit në Kosovë, dhe këto e vrej si pikën kryesore që kanë ndryshu rinia edhe Kosovës edhe diasporës. Ndoshta ka një arsye. Që shumë prej mërgjimtarëve, shumë prej fëmijëve që jetojnë diasporë, po i marrin edhe shok të nacionaliteteve tjera që pa Kosovë. Po për çfarë do të kësini? I marrin se po. Kestrini sa që po vinë për shkak familjarëve. Jo, pikërisht për shkak zhvillimit që përmend. Neda, para se po. Se i përçarjet ato. Para se ta marr fjalën e Neda, veç ta kuptojnë edhe një herë gjithë ata që po na shikojnë se e pashë dhe po më shkruajnë kur bëhen këto debate. Nuk është ideja që ne po bëjmë ndasi ju ne. Po flasim për realitete, me ato me cilat përballemi. Kështu që po e Neda, tash po dëgjojmë. Po vjen shumë keq, ashtu unë për vete e një vete shumë keq kur thojmë ata edhe na. Po. Unë për vete një vete shumë keq. Jemi një popull, kemi një gjuhë, kemi një gjak, edhe sa do që thoni na ata ose na edhe jo, na prap kur është një pyetje për diçka, na prap e zgjat një dorën, në bujë, pavarësisht se ku. Nuk do me thonë vetëm të familja. Edhe sa për të rinia, para 2 viteve, vajza ime me 3 shoqe, do me thonë nacionalitetet tjera, i ka prunë në Kosovë. Kur ka vizitu do me thonë edhe për Kozin. Edhe është do me thonë në rini e shëndosh, por që me profesionet të tyre, do me thonë rinia në Zvicër po foli, jënë të shkel maje. Jënë të studiu jashtëzakonisht profesionet mira në ata ku jënë me paga shumë të larta. Edhe tashti, edhe unë jetë me qëra në Zvicër, edhe burin punon shumë pak. Do me thonë, ne i arrimit gjithat, edhe këto 5 javë pushim, do me thonë e vetë që i kemi, edhe na si familje 6 antarë që jemi, edhe na i kemi 5 javë të ndara, po për ty në 5 javë, 3 javë jënë Kosovë. Po qashtu e kanë edhe këta unë nuk kam më shumë që shpecej kështë që janë 7 antarë të familjes. Janë edhe këtu të natë që punojnë, ashta janë veç 5 familjarë, të 5 punojnë, ashta i kam fëmijë të rritur edhe ata i koordinojnë, pushimet i koordinojnë ndogat e tyne për me u bashku, që do më thonë këto aspekte pak a shumë jena pak si të ngjajshëm. Aty nuk kena të rëdojnë jo diaspora se na bashkojnë këtë planifikimi familjar, sepse duam që t'i takojmë dhe vazhdojnë të lidhjet. Po reagorit vazhdojnë. Sotri Fatmes në dha përgjigje për mrollat. Unë ishte disa unë du me lidh që shiqan, ndoshta edhe kemi një arsye, kemi edhe arsye pëse vina me mrulla. Unë e thomë që edhe situata e përgjithshëm, sepse na dashëm apo nuk dashëm. Po janë politike në onash, hajde mrulla. Nuk du mendimin tem të politizoj, po tinit sinqert. Unë po nisim nga vitja. Sikur momentin që vendosit të nisëm nga Gjermania, edhe të vinë Kosovë, kur e di që Kosova po ballafaqohet me XX probleme politike, institucionale, thashën fare. Po jo marrë të për politikë, vjetë familje për se në qofë se nisim nga aspekti mendimit individual, unë e vijë dhe knashën, absolutikisht në rregull krejt, por ne duhet mendojmë në mënyrë të përgjithshme
Në mënyrë të përgjithshme vërtet ne nuk duhet ndihemi krenar që jemi. Na po futemi me një humner që nesër më ndodh që nuk dim se ka do shkojmë, nuk na bojmë mande as ato restorane të bukura. Që dhe me nisëm me menu politikën as me familja. Jo, se për politikë se me shqipaj edhe i juaje, se këtë mendim që po e thoni, ata më se me mrolla apo vinë në Kosovë. Ata ke strin me mrolla apo vinë se po ju lojnë kafe, po ju gjejnë kafe, po ju vjen i rati. Tek natësia kur e shumë.